ke një situatë kur s'ke mundur do t'i kontrollosh emocionet në jetë? Kam pasur shumë mendoj, praktikisht gjitha lidhen me njerëzit e mi të afërt, ndoshta pengu është një gjë që mua më bën të qaj dhe të lotoj. Gjyshi tim përpara se ndronte jetë, më bëri një telefonat, unë isha shumë angazhuar në punë dhe në një moment caktuar thjesht ja mbylla telefonin dhe me mendjen time thash tani, edhe ky tani e gjeti, unë kam shumë punë. Edhe të nesërme na i ndroi jetë. Dhe ne nuk e patëm kur atë telefonat, me siguri do t'ishte një telefonat shumë e thjesht, nuk do kishte asgjë kaq impresionuese në të, po për mua arriti të merrte një tjetër dimension sepse nuk arrita ta bëja. Dhe e kam marrë një leksion që atëherë që mos të rend kaq shumë dhe me kaq shumë egoizëm drejt sa gjërave që unë dua t'i bëj perfekte, sepse ka ca emocione që ndonjëherë ja kufizoj vetes pa dashur dhe nuk do doja të kisha më episodet ngjashme. Kështu që po përpiqem edhe në këtë aspekt të shkoj tek Sara perfeksioniste që i bën gjërat me shumë rregull dhe shumë sistematike, ama ndonjëherë drejta haj ti prishi dhe të gjitha nëse është e nevojshme sepse jemi njerëz. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.